është në vazhdën e tentimit për të dukur se është ende kompetent, potent për të ecë përpara dhe për të stabilizuar vendin, në kuptimin që mos të kemi një proces zgjedhor, e që në gjykimin tim këto janë vetëm manovra, për arsye se kur kishte me pas një vullnet për të mos shkuar në zgjedhje dhe për të mos ardhur situata deri tek kjo, pavarësisht rezultatit të arrirë që pat lëvizja vendosje me 28 dhjetor të vitit të kaluar, konsideroj që sikur të mos kishte pas vullnet për me shkuar në zgjedhje, kishte mund që ta pranon atë realitet dhe të shkputet nga mentaliteti i numrit, po të kalon në mentalitetin e racionalitetit që vendit megjithatë i duhej një lloj marrëveshje për të ecë përpara dhe kjo të bëhet ndoshta para formimit të qeverisë, në mënyrë që të gjitha palët të jenë të kënaqura dhe të ecën përpara drejt jetësimit të obligimeve që janë marrë, konkretisht që janë dhënë, si premtime gjatë fushatës zgjedhore, po edhe të obligimeve që janë marrë përpara që kemi të bëjmë me aspektet e jashtme të Republikës Kosovës, konkretisht të asaj që kemi pa në momentin kur ka marrë pozicionin e zyrës konkretisht të kryeministrit, dhe gjitha urimet që kanë ardhur nga ambasadorët e akredituar në vendin tonë, nga Bashkimi Evropian, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës ka qenë çështja thelbësore që është, si më thon, peshë e madhe gati siç ka qenë në cilës qeveri, që ka të bëjë me jetësimin e marrëveshjes së ndodhur në Bruksel dhe në orë në vitin 2023. Dhe në këtë rrafsh unë konsideroj që kishte me qenë shumë e shëndetshme sikur të kishme një partneritet, një koalicion para formimit të qeverisë, pavarësisht pse ka një numër të mirë dhe që ka mundur gjithsesi e ka bërë, edhe qeverinë mirë po ka qenë pjesa tjetër, që nuk kemi të bëjmë vetëm me një situatë, po ishte situata tjetër që ishte çështja e zgjedhjes së shefit të shtetit. Tani kjo situatë e krijuar, konsideroj që vullnetin për të shkuar në një proces zgjedhor nuk po e gjej tek subjekte të tjera në vend, po e gjej tek subjekti që ka marrë rezultat, që ka pasur rezultatin më të arrirë me 28 dhjetor të vitit të kaluar. Dhe unë konsideroj që sikur mos kishte pas këtë vullnet, mundësitë për të pas marrëveshje politike kanë qenë shumë më përpara. Dhe dosja do zgjedhjet, pavarësisht deklarimeve që janë kundër zgjedhjeve. Është çështje e përgjegjësisë së të madhit. Pra po flasim për një përgjegjësi të madhit, i cili ka pas mundësi të ecë përpara. Në Republikën e Kosovës kemi pas praktika ku pavarësisht pasjes së numrave ka pas partneritete, kemi gjykuar si jo të shëndetshme për faktin që kemi pas pozicion të kryeministit me numër të pak të vota, mirë po janë ecë gjërat përpara. Dhe në këtë rrafsh unë konsideroj që kishte me qenë jashtëzakonisht të shëndetshme çdo pjesën e asaj që ne kam përsërit disa herë, e që ka të bëjë me këtë obligimin para po i kthejmë marrëveshjes në Bruksel dhe në Ohër, që kishte me qenë shumë e shëndetshme sikur kishme dy partnerë në qeverisje edhe presidentën dhe të gjithë ingranazhi shtetëror të futej në kuadër të kësaj marrëveshje dhe të ecë përpara dhe Kosova të mos përballonte edhe një proces zgjedhor, për arsye se ke parasysh po flasum për shifra monetare të cilat kërkohen për një proces zgjedhor, mirë po kur kemi bërtit e fol, pas në shkurtit, bëjeni një marrëveshje, gjeni një model dhe mos shkoni në zgjedhje, nuk është se janë ngërgjit shumë për këto financa sa i përket asaj që ka mundur të mos përjetohet, po them prap, edhe një shpenzim i madh që ndodhi konkretisht me 28 dhjetor të vitit 2025. Unë mendoj që probabilitet mundësie për gjetur rrugdalje në situatën aktuale janë edhe disa aspekte tjerë juridike, për arsye se është nisë një procedurë. Kemi dy kandidatë që kanë dështuar të ecë përpara si procedurë. Ne kanë thonë po të njëjtën politikanët para datës 4 mars që me 5 mars në momentin nëse nuk zgjidhet presidenti i vendit, atëherë vendi shkon në zgjedhje dhe të gjithë kemi kuptuar këtë. Më pastaj dolën këto modalitete të tjera. Patjetër zoti Muja. Shumë tema, s'po di ku më janis. Me radhë, besoj që mbajtjet edhe shënime, zoti Muja. Pash teksa shkruani po. Shiko, me dhe që e kemi një situatë të veçantë, asnjëherë në Kosovë nuk ka pas